Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë hapësirë të intervistës, ku sot do ja dedikojmë zonave të mbrojtura, pra pasurive natyrore mjaft të rëndësishme për vendin tonë, por që së fundmi janë kthyer në qendër të debatit publik. Kjo edhe në saj të leve ndërtimore që po lejohen aty dhe ndikimeve që ato mund të kenë në mjedis, në biodiversitet, por do flasim edhe për ligjin e ndryshuar të vitit 2024, se çfarë përmban ai. Për të diskutuar më shumë, unë kam të ftuar ekspertin e mjedisit, Kristi Bashmili. Kristi, faleminderit që pranove ftesën tonë. Faleminderit ju për ftesën. Atëherë, për ta nisur në zonat e mbrojtura, çfarë karakteristikash duhet të ketë një zonë që të cilësohet si zonë e mbrojtur dhe cilat janë ato kërcënimet, le të themi, që po hasin në ditëve të fundit apo dhe viteve të fundit? Në radhë të parë, një zonë e mbrojtur është një sipërfaqe e caktuar e cila shpallet e tillë nga një nga kategoritë që ligji përcakton, që mund të jetë rezervë strikte që është kategoria e parë dhe duke përfunduar deri te kategoritë e tjera siç janë peizazhi mbrojtur apo parqet natyrore. Sipas shkallës së mbrojtjes që vendoset për një zonë caktuar, është edhe ajo e cila caktohet se çfarë ndërhyesh mund bëhen në të ose se si duhet ruajtur më tej ajo si zonë e mbrojtur. Për shpallur një zonë e mbrojtur, kyç, le të themi, ose ajo që është qëllimi kryesor është që zona duhet të ketë vlera të jashtëzakonshme nga pikpamja natyrore ose nga pikpamja peizazhistike. Këtu heq pak si veçantë monumentet e natyrës, që monumentet e natyrës janë pak më të vegjël ose mund të jenë edhe një dru apo një objekt i vetëm natyror, i cili përfaqëson vlera unike të një druje të vjetër ose mund të jetë edhe geomonument që mund të jetë një shpellë apo diçka tjetër, por janë zakonisht në sipërfaqe shumë të vogël. Ne në Shqipëri sot kemi parqet kombëtare, në momentin që po flasim, parqet kombëtare janë zonat e mbrojtura të shpallura tashmë që janë zona më e mbrojtur në si status, sepse ne pas ndryshimeve që kemi bërë në 2022-shin, ne kemi hequr rezervatet e strikte të mbrojtura, siç ka qenë Lumi i Gashit, apo dhe zonat e tjera që kemi patur 2 ose 3 mos gaboj, janë hequr si zona të mbrojtura strikte dhe kemi lënë si zonë kryesore parqet kombëtare. Dhe duke ardhur pak më vonë, u bë dhe ndryshim i ligjit për këtë, i cili, le të themi, e uli deri diku mbrojtjen për zonat e mbrojtura. Nëse flasim në nivel përqindjesh, se si ka qenë përqindja e zonave të mbrojtura vite më parë dhe si jemi në shifra sot dhe si ka funksionuar ligji për zonat të mbrojtura dhe pse u pa e arsyeshme deri diku ndoshta ose pse solli ndryshime në vitin 2024? Le të them që zonat e mbrojtura në Shqipëri nuk kanë lëvizur shumë në përqindje. Ne kemi pasur ulje ngritje të zonave të mbrojtura, ne sot që flasim jemi 20% ose 21% të territorit, aspirojmë që të shkojmë në 30% të territorit të Republikës si zonë të mbrojtur, pra të jetë një nga statuset e mbrojtura që përcakton ligji shqiptar për zonat e mbrojtura. Por ajo që shikojmë ne, që ne her pas here kemi ulje të mbrojtjes ligjore për këto zona. Dhe ndryshimet e vitit 2024, krahas të tjerave, sepse është e rëndësishme ndalemi pak që para ndryshimit të ligjit të 2024-s ne patëm një proces i cili edhe ai ishte shumë i cunguar për sa i përket mënyrës se si u bë, ishte rivlerësimi i zonave të mbrojtura, që rivlerësimi i zonave të mbrojtura nuk është gjë tjetër veç se ne bëjmë një rivlerësim për një zonë të caktuar të mbrojtur, që shikojmë nëse është në gjendje për të qenë ose për të patur këtë status apo është për të ndryshuar qoftë në kufi apo qoftë në status. Kjo bëhet specifikisht për secilën zonë sipas kuadrit ligjor. Por ne këtë e bëm për gjitha zonat një herësh për një periudhë kohore shumë të shkurtër, diku te 6 muaj, 9 muaj, u mbyll si proces, u tjetërsuan disa zona mbrojtura, u cënua integriteti ekologjik i disa zonave mbrojtura sepse u hoqën disa pjesë. Këtu mund përmend heqjet që janë bërë në Butrim, të shej zonë Eksaminit, lidhja që ka patur me Bregdetin e gjithë, dhe në shumë zona tjera janë hequr, në disa raste cilësoreshin sikur janë hequr zonat urbane, por ne harrojmë që zonat urbane mund të jenë pjesë e zonave të mbrojtura. Por kur i heqim nga zonat e mbrojtura, ne ato i lëm pa mbrojtje ose i lëm pa rregulla për arsye të natyrës, dhe këto mund të kthehen pastaj në ndikim shtesë për zonën e mbrojtur të caktuar. Kurse ligji solli atë që ishte drama më e madhe e zonave të mbrojtura në Shqipëri, sepse zbeu totalisht mbrojtjen ligjore për zonat e mbrojtura.
Kujt i dha hapësirë? Përse u pa nevojshme pra këto ndryshimet ligjore të 2024 dhe a ka një vit të kuqe ku nuk duhet kaluar për sa i përket pjesës së projekteve të lejeve ndërtimore? Ligji i zonave të mbrojtura në fakt ishte një vije kuqe për zhvillimet e ndërtimeve brenda zonave të mbrojtura. Dhe me ndryshimet e 2024-s, në mos gaboj neni 33, shtoi që në këto zona mund të ndërtohen resorte të cilët plotësonin kushte si resorte të zhvillimit turizmit ekselencës, brenda zonave të mbrojtura, brenda çdo nënzonimi të mundshëm të zonave të mbrojtura, pra i hapi lojë zhvillimeve të ndërtimeve. Dhe po shikojmë projekte që kanë ardhur më mbrapsht, të gjithë projektet janë tipologji, le të themi, kryekput të zonave urbane, zonave rezidenciale që ndërtohen në zonat e mbrojtura. Pra ne shikojmë tashmë që jo vetëm atë që lejoi ligji brenda zonave të mbrojtura, por ne shikojmë që një projekt i caktuar është zonë turistike elitare, le të themi, dhe pastaj shikojmë që kemi 15.000 apartamente për shitje, pra kemi zonat rezidenciale mbrapa. Dhe kjo fakt është një mënyrë ose është një aspekt planifikimi i cili fatkeqësisht mund na i shkatërrojë zonat e mbrojtura përgjithmonë dhe ne do t'ju humbasim si asete natyrore. Por duhet jemi shumë koshient në këtë pikë që këto zonat të mbrojtura po na thithin në turizëm sot. Janë pikërisht këto zonat mbrojtura që afrojnë edhe investitorë në Shqipëri. Pra, ne po mos kishim këto nuk do të vinin as investitorët. Prandaj është shumë e rëndësishme që kur ne kemi mbrojtur këto zona për 20-30 vjet, nuk mund t'i shesim ose t'i tjetërsojmë me një terren të lapsit, por duhet t'i shikojmë nga gjithë këndvështrimet, si nga këndvështrimi mbrojtjes natyrës, si nga këndvështrimi i zhvillimit ekonomik afatgjatë flasim, si nga pikpamja e nevojat komuniteteve, sepse këto janë zona të mbrojtura dhe në fakt nuk janë zona të vdekura, janë zona ku mund zhvillohen pafund aktivitete të cilat janë në përputhje me standardet mjedisore ose të shkallës së mbrojtjes që i referohet një zone e caktuar. Në fakt edhe në protestat e fundit kjo është kërkuar për nartën Zvërnecin edhe për shfuqizimin krahas së projekti që është planifikuar që të ndërtohet aty, pra që banorët edhe organizatat mjedisore janë kundër, edhe shfuqizimin e këtij ligji, apo jo? Po, është e vërtetë në fakt, kjo qëndron sepse ne shikojmë që në radhë parë organizata shoqërisë civile, ambientalistë, komunitet lokal janë ngritur pikë së pari duke parë që brenda zonës së mbrojtur Pishpor-Onar, po rrethohesh me tela atë që ne të gjithë e kemi parë në media apo kudo kohët e fundit. Ai të paktën projekti që po qarkullon, sepse ende jemi në atë fazën ku ne nuk dimë nëse ka një projekt ose s'ka një projekt. Shumë besojnë që ka një projekt, dhe unë jam nga ata që besoj që një projekt është iniciuar, sepse nuk mund të flasim për diçka që nuk ekziston fare, dhe pikërisht problemi më i madh qëndron në këtë pikë, sepse qeveria në këtë rast duhet të jetë mjaftueshëm transparente, kurse mjaftueshëm i referohem gjithë ligjeve që kanë të bëjnë për informimin për çështjet mjedisore, si për dëgjesat me publikun dhe çdo kuadër ligjor tjetër, që të jetë transparente që në krye të herës. Ne nuk mund të planifikojmë dhe të zhvillojmë vendin apo të marrim vendime duke besuar tek njëri tjetri. Ne udhëhiqemi nga një paketë ligjore dhe udhëhiqemi nga transparenca për të ndërmarrë vendimarrje. Ne shikojmë masterplane që lëvizin, ne shikojmë zona urbane të cilët pritet të ndërtohen aty, ne shikojmë që ka dalë dhe një vlerë jashtëzakonisht e madhe investimi që do jetë në atë zonë, që shpeshherë nuk mund dali pa një projekt ose le të themi pa fazën fillestare të projektit, pra ne kemi filluar. Dhe ka organizata të cilat kanë nxjerrë edhe që ka dhe një vlerësim strategjik paraprak, që do të thotë vlerësimin i ndikimit në mjedis, ai dokumenti paraprak, paraprihet nga një dokument projekti, nuk mund të jetë veçma, sepse nëse është vetëm ai, çfarë po vlerëson atëherë. Dhe kjo është. Dhe në këtë pikë është kërkuar zbërja e projektit të Zvërnecit, sepse besojmë fort që cënon gjithë integritetin mjedisor ose natyror të zonës, duke humbur përgjithmonë atë. Ne shikojmë te këto dokumentet që qarkullojnë, në fakt shikojmë ndërhyrjen në lagunë, shikojmë ndërhyrjen në dunat ranore, shikojmë një marinë aty, shikojmë një gamë të gjërë zhvillimesh të cilët do të ndikonin dhe do të mund të humbisim njëre përgjithmonë nartën.
Por mos harrojmë që zona e Zvërnecit është edhe grykderdhja e Parkut Kombëtar të Lumit Vjosa, e cili është shumë i rëndësishëm si nga pikpamja për të mbrojtur nga pikpamja natyrore, por është edhe i rëndësishëm nga pikpamja e marketingut Shqipërisë në vendet e huaja, sepse ne e dim fushatën e Vjosës dhe e dim sa mirë kemi punuar me Vjosën, kur vjen puna për ta shpallur një zonë të mbrojtur. Dhe kërkohet zhbërja këtij projekti dhe kërkohet edhe zhbërja e ligjit për zonave të mbrojtura ose zhbërja atyre ndryshimeve që janë bërë në 2024, sepse pikërisht ato ndryshime lejojnë që këto ndërtime të ndodhin brenda zonave të mbrojtura. Pra, pa patur dhe heqjen e amendimeve të fundit nga ligji për zonat e mbrojtura, ne nuk kemi bërë asgjë, thjesht dorim të presim projektin e radhës dhe të shikojmë cila do jetë zona tjetër e mbrojtur e cila mund të përballet me një kërcënim të tillë. Në rastin e vendimarrjes, sa i rëndësishëm është edhe zëri i ekspertëve? Pra, për projekte të ndryshme, a ftohen edhe ekspertët të fushës mjedisorë që të kenë edhe ato një rol në vendimarrje, apo janë lënë jashtë fokusit? Duhet kemi parasysh diçka kur bëhet fjalë për vendimarrje të cilat cënojnë çështjet mjedisore apo çështjet e natyrës. Unë personalisht në opinionin tim e shikoj si jo të ndarë, po e shikoj në dy komponentë caktuar. Shikoj paketën ligjore e cila duhet të jetë e kopsitur siç duhet, sepse pa një paketë ligjore ne nuk do mundet të prodhojmë sado ekspertizë të kemi, sepse do ngelemi vetëm në formën e parimeve pastaj, pa mbështetur në një paketë ligjore, pa mbështetur në ligje të cilët do të pengonin zhvillime të caktuara. Kurse aspekti tjetër është aspekti i parimeve, aspekti i kërkimit shkencor, aspekti i të dhënave, aspekti për të treguar se sa rëndësishme është një zonë, qoftë nga pikpamja natyrore, por qoftë edhe nga pikpamja ekonomike, siç janë shërbimet e ekosistemit ose çfarë ne marrim nga natyra. Edhe në këtë drejtim duhet bërë shumë në drejtim të ekspertizës dhe kërkimit, sepse shpesh herë ne shikojmë që kur vjen një zhvillim i caktuar, qoftë për turizëm apo zona rezidenciale, në tavolinë diskutimi gjithmonë ne shikojmë vlera të mëdha parash. Në momentin që ne do të vlerësojmë edhe çështjet e natyrës dhe shërbimet e ekosistemit, çfarë na ofron natyra, ta vlerësojmë nga pikpamja ekonomike, atëherë do të ishte një balancë e mirë për të kuptuar se çfarë fitojmë dhe çfarë humbim. Dhe kjo është. Ne shikojmë tashmë zona e Pishporo-Nartës. Zona Pishporo-Nartës është një nga zonat të cilat nga pikpamja e biodiversitetit apo rëndësisë për natyrën është ndër më të mirat në Shqipëri. Ne shikojmë aty mund të kemi rreth 200 apo 220 lloje shpendësh, lloje të ndryshme shpendësh. Ne kemi rreth 35 gjitarë, në mos gaboja, 33 gjitarë që janë pranishëm, aty kryesisht gjitarët e vegjël. Dhe ne shikojmë që aty ka 20 apo 20 e ca habitate, të cilët pjesë e tyre janë habitate prioritare për mbrojtje nga Bashkimi Evropian. Pra shikojmë një kompleks ekosistemesh i cili është mjaft i rëndësishëm. Dhe roli i ekspertëve për të evidentuar dhe për ta treguar qoftë për publikun, qoftë për vendimarrësit është shumë e rëndësishme në këtë mes, sepse nëse nuk do të kishim këto dhëna, këto do të ishin ndërtime të cilat do të kishin vazhduar prej kohësh dhe do ta kishim humbur tashmë një zonë të mbrojtur. A kemi në fakt projekte të cilat tashmë po zbatohen, po ndërtohen, të cilat kanë shkaktuar efekte të menjëhershëm në mjedis, po edhe në biodiversitet? Pra, cilat janë ato specie të cilat rrezikojnë që mos të rikthehen më? Ne në fakt kemi zona të caktuara që ne i njohim, qoftë që mund të kenë qenë edhe brenda zonave të mbrojtura apo jashtë zonave të tyre. Kemi zonën bregdetare, për shembull zonën e Golemit edhe zonat deri në Qerret, Ksamilin, gjithashtu kemi zona të cilët e dim fare mirë se çfarë kemi bërë me urbanizimin. Janë zona të cilët ne shikojmë që nga pikpamja natyrore tashmë e kanë humbur njëri për gjithmonë dhe janë zona urbane me densitet të lartë. Dhe nuk mund të them këtu se çfarë kemi humbur këto zona, sepse realisht nuk është se i kam njohur para këtyre, kjo për vetë edhe moshën time të re, sepse nuk i kam prekur për të studiuar, por nga pikpamja tjetër kanë qenë breze me pishe të cilët kanë patur një kontribut jashtëzakonisht të madh për mbrojtjen e territorit të tokës, qoftë nga gryret, qoftë nga përparimi i rërës, të cilën në shumë zona ne nuk e kemi më, pra kemi humbur një shërbim të natyrës. Pastaj kemi projekte të cilët kanë ndodhur në Ksamil. Kemi projekte të cilët po gërmojnë pjesë të bregdetit të Ksamilit. Ne shikojmë që janë disa zona aty të cilët kanë speciet që kanë habitatin e tyre primar në këto zona. Ato janë dhe pjesë e zonës mbrojtur tashmë, por janë dhe pjesë që janë hequr nga zona mbrojtur.
Dhe një aspekt tjetër që është shumë i rëndësishëm fakt për të kthyer pak të ndryshimi ligjit, është ndryshuar diçka që fut parimin e përshtatshmërisë, që tregon që kur një zonë të ketë humbur potencialin e saj natyror, ne mund të mblidhemi dhe ta heqim nga zona e mbrojtur sepse e ka humbur. Dhe në qoftë se ne ndërtojmë, që ligji na e lejon tashmë, po ky ligj nesër do na lejoj që dhe ta heqim nga zona e mbrojtur, sepse ka humbur funksionet e saj natyrore. Këtu mund përmendim pafund pasaj ndërtime që janë bërë, mund përmendim lagunat që kemi pak në pjesën veriore të Shqipërisë, siç mund të kemi Talen, mund të kemi Kunen, apo pjesë të këtyre lagunave të cilët kanë qenë në presionin e zhvillimeve, le të themi, të qoftë të turizmit apo dhe zhvillime urbane që kanë ndodhur në to. Patjetër që këto kanë një ndikim, por duhem parë specifikisht dhe veçmas për secilën për të kuptuar. Kemi edhe projektin për aeroportin e Vlorës. Patjetër, projekti për aeroportin e Vlorës, ai ka një ndikim sepse ndahen në dy pjesë ndikimet në fakt. Ai është një nga projektet, në opinionin tim, po edhe mbas edhe shumë kolegëve, është një nga projektet i cili nuk do të na shërbejë më së miri, sepse është në një zonë e cila të paktën për shpendit është zona e dytë apo e tretë më e rëndësishme e vendit. Pra ne nuk kemi mundësi të humbasim nartën, këtë pasuri natyrore, dhe për më tepër ndërpret edhe atë që është delta e lumit Vjoz, domethënë. Pra, ne këtej shpallim zonat mbrojtura, këtej dërgojmë disa zhvillime aty të cilët janë në mënyrë, le të themi, janë nga krahu tjetër i faqes librit, nuk përputhen fare me aspektet mjedisore apo me statusin që zona mbart. Aty mund të ketë edhe incidente sepse ne dimë që në nar tashmë ka shpendë siç janë flamingo apo pelikani kaçurel, të cilët ka një peshë relativisht të madhe. Pelikani është një nga shpendet më të mëdhenj të Europës dhe përplasja me avionët mund të kishte fatalitete tjetër. Krahas humbjes së specieve të egra mund të kishim probleme fatale sa i përket lëvizjes normale të avionit apo dhe të pasagjerëve, kuptohet. Dhe këto janë ato që ne nuk i kemi menduar mirë në fakt. Dhe ne do të shikojmë se çfarë ndikimi do të ketë në të ardhmen në aeroporti Vlorës. Dhe padyshim unë besoj që ndikimet kanë për të qenë, le të themi, jashtëzakonisht shumë të forta për pozicionin që ai është ndërtuar. Dhe ai nuk duhet të ishte aty, por tashmë është dhe vazhdojnë të ndërtohen. Një kapitull i rëndësishëm për të integruar për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian është edhe mjedisi. Por në fakt sa afër apo larg jemi ne përmbushjeve të gjitha atyre kritereve që ne të plotësojmë dhe të bëhemi pjesë e BE-s? Shikoni, në fakt, kohët e fundit jemi afruar BE-s, me të thënë drejtën, jemi afruar në aspekt ose në drejtim të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Duhet kuptojmë që kjo një pjesë është e plotësimit standardeve, një pjesë mund të jetë aspekt politik ndërkombëtar për të afruar ose për të antarësuar sa më shpejt në kapitullin e mjedisit, kapitullin 27 ose grup kapitullin e mos gaboj 4, më duket është bërë si grup kapitull mjedisit tashmë. Ne shikojmë që ka disa hapa mbrapa. Ne shikojmë që qeveria ka miratuar ligjin ose ndryshimet për ligjin për zonat e mbrojtura, i cili është hapa pasa për sa i përket të përafrimit legjislacionit tonë me kuadrin e Bashkimit Evropian. Ne shikojmë ndërtimet e zonave të mbrojtura, të cilët nuk përputhen me standardet europiane për sa i përket qoftë mënyrës se si ndërtohen, qoftë edhe zonës ku ato ndodhen. Pra në shumë vende europiane ose në kuadrin ligjor evropian mund të duken të papranueshme. Dhe në fakt vlen për të përshëndetur ajo që ka ndodhur së fundmi, le të themi, rezoluta e cila i dikton qeverisë shqiptare që duhet të zhbëjë ndryshimet e ligjit për zonave të mbrojtura dhe duhet të vendosë moratorium për sa i përket ndërtimeve në Zvërnec. Të paktën derisa kuadri ligjor të jetë parafruar me Bashkimin Evropian dhe pastaj të rivlerësohet. Për të zbërthyer këtë, pak a shumë e kuptojmë gjithë që nëse ne do kemi një kuadër të parafruar mirë me Bashkimin Evropian, këto projekte nuk do të gjejnë dot hapësirë për të zhvilluar. Dhe kjo është ajo që duhet përshëndetur dhe krahas që duhet përshëndetur, duhet kuptojmë që sa larg jemi realitetit ku duam të shkojmë për çështjet e mbrojtjes natyrës, sepse duke krijuar, le të themi, ne jemi mësuar që të zotohemi që ne do të mbrojmë natyrën dhe të gjitha. Por kapitulli 27 është një nga kapitullet më të vështirë sa i përket plotësimit të standardeve, sepse ka të bëj, është më i vështirë dhe më i kushtueshëm në fakt, sepse ka të bëj me implementim direkt në terren për sa i përket
rritjes së standardit, qoftë mbrojtjes natyrës apo dhe mjedisit në tërësi. Dhe le të shpresojmë, pavarësisht se këto rezoluta në fazën që jemi tashmë, nuk janë detyruese nga pikpamja juridike për Shqipërinë, por janë detyruese dhe shtrënguese nga pikpamja politike, sepse ne po shkojmë drejt Bashkimit Evropian dhe kjo nuk ka tërheqje mbrapa. Prandaj unë e konsideroj si të detyrueshme për Shqipërinë që të ndryshojë ligjin e zonave të mbrojtura, të ndaloj ose të shpallë moratorium për ndërtimin e Zvërnet, sepse jo edhe në zonat e tjera të mbrojtura. Kristi, faleminderit shumë për gjithë ekspertizën tuaj. Faleminderit juve dhe ne shpresojmë shumë që kur të shkojmë në Bashkimin Evropian, ne të kemi një natyrë të mbrojtur, të kemi zonat e mbrojtura që shumë vende nuk i kanë dhe ne do kemi çfarë t'i ofrojmë Europës dhe të marrim prej saj patjetër, por t'i ofrojmë gjithë bukuritë që ne kemi dhe gjithë potencialin natyror që ne mundet. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, bashkë do shihemi në intervista të radhës me të tjerë të ftuar, deri atëherë mirupafshim.